Temperaturat ekstreme që kanë përfshirë Evropën po detyrojnë shkollat të marrin masa të pazakonta për të mbrojtur nxënësin nga vapa. Në një shkollë fillore pranë Londrës, fëmijët kalojnë pushime duke luajtur mes përkatës uji, pishina të vogla dhe duke ngrënë akullore, ndërsa drejtuesit e shkollës përpiqen të krijojnë kushte sa më të sigurta gjatë orëve të mësimit. Drejtuesja e shkollës Katie Henley thotë se nxënësit nuk dalin jashtë në mesditë, kur temperaturat janë më të larta, ndërsa pushimet zhvillohen më herët dhe shoqërohen me aktivitete freskuese. Por jo të gjitha shkollat kanë mundësi të tilla. Rreth 1000 shkolla në Angli dhe Wales kanë mbyllur dyert ose kanë shkurtuar orarin mësimor, ndërsa në shumë të tjera prindrit kanë zgjedhur t'i mbajnë fëmijët në shtëpi për shkak të nxehtit ekstrem. Shumica e shkollave evropiane nuk janë të pajisura me sisteme kondicionimi, duke bërë që klasat të bëhen të paqëndrueshme gjatë orëve të pikut. Sindikata Britanike e Mësuesve ka bërë të ditur se disa arsimtarë kanë humbur ndjenjat gjatë zhvillimit të mësimit, pasi temperaturat arritën deri në 40 gradë Celsius. Ekspertët e arsimit theksojnë se shumë godina shkollore, sidomos ato të ndërtuara dekada apo shekuj më parë, nuk janë projektuar për temperatura kaq të larta. Ndërsa valet e të nxehtit po bëhen gjithnjë më të shpeshta si pasojë e ndryshimeve klimatike, autoritetet përballen me sfidën për të përshtatur infrastrukturën arsimore me kushtet e reja klimatike.